Ajo që ne duhet ta përmendim është se shpallja e pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912 ka qenë një akt i rëndësishëm i cili ka bashkuar të gjithë shqiptarët e të gjitha përkatësive. Ndarja nga Perandoria Osmane nuk ka qenë ndarje e lehtë dhe nuk ka qenë ndarje që është diktuar nga qëllime tjera përveç qëllimit për ruajtjen e vendit. Pra ka qenë një rrethon historike, një momentum që për t'i ruajtur trojet është dashur që të ndodhe edhe ndarja. Dhe tani kemi edhe dokumente nga arkiva që dëshmojnë se akti i pavarësisë ka ndodhur me miratimin e Portës së Lartë, respektivisht me miratimin e vetë sultanit. Dhe sigurisht se gjithë hoxhallarët kanë qenë, nga se ne përmendëm një prej atyre tipareve të tyre dhe vizionet dhe largpamësinë, gjithë hoxhallarët kanë qenë të vetëdijshëm për rëndësinë që ka ky akt, nga se me shkputjen tani do të bëjnë një lloj rregullimi brendshëm, themelim të institucioneve edhe fetare, dhe ne siç e dim, për shembull, e përmendëm Ymer Prizrenin, i cili në lidhjen e Prizrenit ka konfirmuar se ajo që do të vazhdoj të udhëheq me jetën e shqiptarëve është feja islame. Pra nuk është se ky akt, ndarja nga Perandoria Osmane, siç fatkeqësisht sot mundohen ta interpretojnë, nuk kupton largimin nga feja, se përkundrazi. Ka qenë momenti i caktuar dhe ne i gjejmë hoxhallarët që vërtet kanë pasur një rol të veçantë. Ishte Ali Podgorica, Hafez Ali Korça dhe shumë tjerë. Mirë po ndoshta si kontribut të veçantë mund prap ta përmendim Hoxhën Vehbi Dibra, i cili me fetvan e tij të njohur për përdorimin e flamurit ka bërë që ne edhe sot kësaj dite ta kemi këtë flamur. Pra, në momentet e caktuara, në rrethanat e caktuara, ka dhënë një kontribut i cili është historik dhe i pazëvendësueshëm sot.